Rritja e çmimeve në Kosovë po vazhdon edhe në muajt e parë të këtij viti. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave, inflacioni në muajin shkurt ka arritur në 6%. Shtrenjtimi kryesisht po ndodh te produktet ushqimore. Disa nga produktet bazë janë shtrenjtuar dukshëm krahasuar me një vit më parë. Çmimi i mishit të viçit është rritur nga 10,47 € për kilogram në 12,90 €. Rritje është vërejtur edhe të disa produkte tjera të përditshme. Mollët janë rritur nga 1,07 € në 1,30 € për kilogram, ndërsa domatet nga 1,71 € në 1,98 € për kilogram. Shtrenjtim është regjistruar edhe te pijet dhe produktet e konsumit. Çmimi i kafesë së bluar është rritur nga 14,52 € për kilogram në më shumë se 16 €. Për qytetarët këto shifra përkthehen në një barë gjithnjë më të madhe për buxhetin familjar. Çmimet janë me të vërtetë të padukshme, por megjithatë duhem të kalojmë këto kriza, edhe se me këto rrogat dhe me këto pagat që marrin qytetarët e Kosovës, thënë vërtetën shumë vështirë është me kaluar muajin. Kjo katastrofë për qytetarë. Ku nalën nuk dim. Kanë shku çmimet në tavan, inshallah më roma na vjen me hajër. Cilat produkte po mendon që janë rritur? Tana, mos fori për noftës, derivatet noftës e tjera ushqimore. Disa të tjerë fajsojnë qeverinë e Kosovës dhe bizneset për rritjen e çmimeve. Nuk ka fajia të dhe jemi. Këto duhet me ndërmarrë qeveria. Shka zgjedhemi në dalë me votojmë për një qeveria që 2 vjetë po shonë se i ka lukset e vetë. Po bizneset dojnë gjithmonë ka ndashtë na 100% me fitu ose 1000%. Jo një fitim pak ma real. Gjithashtu, sipas raportit të ASK-s, shërbimet që lidhen me pajisje personalit të transportit janë ndër ato që janë shtrenjtuar më së shumti gjatë vitit të fundit, së bashku me biletat e fluturimeve. Ndërkohë, me rritjen e fundit të çmimit të derivateve, mund të priten edhe shtrenjtime të reja, paralajmëron kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini. Ngritja e çmimit të derivateve të naftës do të ndikojë drejt për drejti në rritjen e transportit, qoftë të modrave, qoftë të udhëtarëve, në industri dhe tek konsumatorët. Prandaj priten që edhe produkte tjera mund të shtrajtohen. Kurse Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, që vepron në kuadër të Ministrisë së Industrisë, ka vazhduar edhe sot monitorimin e tregut të derivateve të naftës. Sipas njoftimit, çmimi i naftës sillet nga 1,44 € për litër deri në 1,54 € për litër. Kurse nga të dhënat e doganës, çmimi mesatar i importit për derivatet e naftës është 1,45 € për litër.